Unë jam Valent Përbreza, kandidati i lëvizjes vetëvendose prokurotor të Komunës së Fushë Kosovës. Njeri që jam banor i Fushë Kosovës dhe plan programi ynë bazohet në problematikat që ekzistojnë në Fushë Kosovë. Kemi një qytet që është një kaos urbanistik, një qytet i pajetueshëm. Komplet qëllimi jonë është që këtë qytet të Fushë Kosovës, të cilin e ka ndërtuar sektori privat, po nuk është përcjellë me infrastrukturën e duhur prej nivelit komunal, ta kthejmë në një qytet funksional dhe të jetueshëm për gjithë banorët. Duke përfshirë një plan të rrjedhshëm, rregullues për secilën lagje, një rend ligjor që secili qytetar do të ndihet i lirë dhe i barabartë, e po ashtu në aspektin e infrastrukturës investime konkrete siç janë kogenerimi, që do të jetë një prej projekteve më të rëndësishme që do ta zhvillojmë në Komunën e Fushë Kosovës, sepse kemi mundësinë edhe gjeografike, kemi mundësinë edhe financiare që një projekt të tillë ta fillojmë me mandatin e parë dhe ta përfundojmë me gjysmë mandatin e dytë, që do të thotë nxehtësinë qendrore për krejt Komunën e Fushë Kosovës si qytet. E po ashtu unozën e qytetit për ta lehtësuar komunikacionin në Komunën e Fushë Kosovës, sepse siç dihet, Komuna e Fushë Kosovës është mbi ngarkuar dhe trafiku është një problematikë në vete. E krahas kësaj do të bëjmë ndërtimin e 2 parkingjeve nëntoksore, njëkohësisht problematika që e hasim dhe e kemi në secilën familje, e kemi fëmijët tonë të cilët nuk i kanë kushtet e nevojshme të domosdoshme për të mësuar, që nuk kupton mbi ngarkimin e hapësirave shkollore. Këtë do ta zgjidhim duke ndërtuar një kampus të shkollave të mesme, i cili kampus mandej do të mundsojë lirimin e hapësirave ekzistuese të shkollave, ku do të shfrytëzojë për shkolla fillore të mesme të ulët. Që do të thotë qelë publike në secilën lagje, shkolla të mjaftueshme, hapësira objekte shkollore për nxënësit tonë, do t'i largojmë mësimin me trindrime dhe do t'i largojmë fëmijët prej podrumeve. Besoni se ju në shkolla në Fushë Kosovë, siç është aneksi 3, nxënësat mësojnë në podrum. Një gjatë tillë nuk ta lejojmë në gjatë qeverisjes tonë. E duke përfshirë problematika të tjera që janë ujë e kanalizim, sepse në Fushë Kosovë, sidomos në qytet, po edhe në disa fshatra, problematikën që hasim për ditë e kemi me kanalizim. Që do të thotë është një pasqyrë e keqe, kur kemi parasysh që na jemi para lagje e Prishtinës dhe një qytet në rritje. Popullsia në Fushë Kosovë është në rritje sipër për secilin vit, sepse Fushë Kosova është atraktive për të jetuar, për të punuar, tu pas parasysh që jemi afër Prishtinës dhe rrethohemi me infrastrukturën industriale që kemi në Kosovë. Zoti Përbreza, nëse nesër do të fitoni, do të jeni kryetar i Fushë Kosovës, nga gjitha këto, cilat do të jenë prioritetet ju si kryetar? Prioritet, çështja e arsimit do të jetë prioriteti numër 1. Shëndetësisë po ashtu, si dhe rregullimi, planifikimi urbanistik i qytetit, që në kupton infrastrukturën, detaje që ta bëjmë një qytet jetueshëm. Mos harrojmë, në Fushë Kosovë është një mini Shqipëri, sepse jetojmë në Fushë Kosovë, e kemi një miniaturë në kuptimin figurativ të Shqipërisë natyrale, ku në Fushë Kosovë jetojmë për gjitha viseve. Kjo është pasuni të cilën duhet ta shfrytëzojmë, sepse kemi talenta për gjitha fisave dhe trojve shqiptare në Fushë Kosovë. Këto talenta duhet më dhënë mundësia dhe duhet më përkrah, më mbështet në forma të ndryshme, duke subvencionu talentat në sport, në art, kulturë, duke subvencionu gratë për të bërë biznes, do të krijojmë fonde të veçanta për këto kategori. Tani, kur të flasim problemin e Fushë Kosovës, nuk mund të anashkalojmë problemin ambiental. Në këtë problematik do të bëjmë iniciimin e plotësim ndryshimit të ligjit për obiligjin, i cili do të futet në Fushë Kosova si pjesë e këtij ligji, sepse ne kemi problematike në ambientit për shkak të ndodhjes që na vjen prej obligjit. E me këtë do të përfitojnë qytetarët e Fushë Kosovës, sepse nga ta ndjema që është ngarkuar komuna Pjeku, do të përfitojnë dhe qytetarët e Fushë Kosovës me fond veçantë, e ato do t'i shfrytëzojmë në një ambient sa më të pastër dhe sa më të gjelbër, duke ndërtuar parqe të reja, sepse fatmirësisht për neve kemi pronat rreth Fushë Kosovës që janë prona publike të ndërmarrjeve publike, siç është Pjeku dhe Infrakosi, e vendimi i parë do të jetë drejtora e Qeverisë Republikës Kosovës, kërkesa që këto prona t'i marrin në menaxher, ku një pjesë të tyre do t'i bëjmë parqe për fëmijë, këndët lojrave, e një pjesë do të ndërtojmë qerrë, e një pjesë do të ndërtojmë shkolla, sepse janë të domosdoshme në Fushë Kosovë. Me qenë se folët edhe për strukturën e popullsisë,
Zoti Përbreza, si që dini, jemi dëshmitar se këtu jetojnë edhe një numër i konsiderueshëm të shqiptarëve nga Lugina Preshevës, apo siç themi, siç e njohim si Kosovë lindore. Përkundër problemeve që kanë të lashët me dokumentacione, të pajisje me dokumente tjera, atëherë cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar shqiptarëve nga Lugina Preshevës këtu tek ju në fushë Kosovë? Po, ju jemi falendërues qytetarëve të Luginës së Preshevës që këtu, por unë preferoj të them Kosovë lindore, që kanë zgjedhur fushë Kosovën për të jetuar. Kjo zgjedhje tyne e ka mundësuar që fushë Kosova të jetë një komunë e paprekshme shumë nga pjesa nga procesi i decentralizimit, sepse qytetarët e Kosovës lindore kanë ardhur për të jetuar, kanë blerë pronë ato dhe kanë zgjedhur komunën e fushë Kosovës për të zhvilluar jetën e tyre këtu. Problematikat e kësaj i kemi të qarta sepse për ditëndeshemi dhe në listën tonë të asambleistëve kemi kandidat prej gjitha trojeve, Preshevë, Medvegjë, Bojanovac. Kështu që problematikën e dokumentacionit e kemi inicuar në disa raste, por tash fatmirësisht është veç inicuar ligji për t'ju mundësuar banorëve që të marrin dokumentacion, por njëkohësisht në aspektin komunal, këtë tarifën që e kanë të vendosur nga pushteti aktual prej 5 euro për dhënien të shërbimeve shëndetësore do ta largojmë nga kjo, sepse mendojmë që të gjithë qytetarët e fushë Kosovës duhet të trajtohen barabartë. E konkretisht qytetarët e Luginës duhet të trajtohen më veçantë sepse ata janë patriotë të vërtetë, që kanë ardhur dhe na kanë shpëtuar fushë Kosovën. E them këtë me bindje të plotë, kushdo që din dhe analizon situatën se siç ka qenë në fushë Kosovë, din edhe t'ju jetë falendërues këtyre njerëzve. Kështu që ju falenderoj që keni zgjedhur fushë Kosovën, është përkeqësore që është dashur largohen nga trojët e tyre. Mirë po, si që ka ndonë historinë tonë, edhe vetë jem pjesë e asaj largimit të hershëm, sepse me priardhjen prej Toplicë, prej fshatit Përbrez, familjarisht, kështu që kjo ndryndje ka ndodhur si pasojë e proceseve që i kemi përjetuar thuajse të gjithë. Mirë po, saj për këtë Kosovë do t'jenë të prioritizuar problematikat e tyre dhe do t'jem avokat i tyre në secilën sferë. Dhe për fund, me qenë se kemi edhe një diasporë të fuqishme nga Lugina Preshevës, madje edhe nga fushë Kosova, cili do të ishte mesazhi në prag të 12 tetorit? Mesazhi në prag të 12 tetorit do të jetë ata që kanë mundësi për të votuar. Ju kisha lutur që të vini me 12 tetor sepse një votë e juaja e bën ndryshimin. Një votë e juaja është e domosdoshme që fushë Kosova të kthehet normalitetit, që fushë Kosova të funksionojë siç duhet. Sot e kemi një matmeshi, pritet dhe nesër të jetë i tillë, dhe kjo nuk kupton që 2 ditë e ardhshme, 3 ditë e ardhshme do të jetë një qytet jo funksional, sepse do të kemi vërshime në gjitha rrugët e fushë Kosovës thuajse, probleme me kanalizim, do të kemi vërshime edhe në garazhet e qytetarëve, e që një pjesë e madhe janë edhe pronat e qytetarëve të Luginës. Kështu që ju kisha lutur për të evituar këto probleme, me 12 tetor, e janë i votoni lëvizjen vetëvendosje, e janë i votoni listën fituese të asambleistëve që cilë do të jenë zëri juaj në kuvendin komunal. Ta bëjmë një fitore sa më madhështore, të jemi bashkë kemi fillu këtë rrugtim, bashkë do të përfundojmë me një fitore të madhe me 12 tetor. Ju falenderit, ju uroj suksese. Shumë falenderit pjanës ju jemi mirënjohës.